Të nderuar teleshikues, të martën në emisionin Pa Rrotlla do të ndiqni një rrëfim ekskluziv të presidentit Stipe Mesić. Çfarë thot presidenti Mesić për Miloševićin? Çfarë thot ai për takimet me Ibrahim Rugovën në mes tij dhe presidentit Tudjman? Si e kishte dërguar presidenti Tudjman ish presidentin Mesić në Shqipëri me qëllim që të kërciste fronti i luftës mes Kosovës, Shqipërisë dhe Serbisë? Çfarë thot presidenti Mesić për vrasjen e paraqinit, për vrasjen e ushtarëve shqiptar në ushtrinë jugoslave? Pse Organizata e Kombeve të Bashkuara e quajtur UNMIK e ndaloi vizitën e Mesićit në vitin 2000 në Kosovë? Për këto dhe shumë të tjera në emisionin Pa Rrotlla në Radio Televizionin e Kosovës, kanali i parë, ora 22:00.